Një vatërzjarje e rrezikshme është regjistruar në zonën e Postribës në Shkodër, duke shkaktuar alarm për shkak të afërsisë me banesat. Falë ndërhyrjes së koordinuar të strukturave shtetërore dhe vendore, situata është vënë në kontroll, ndërsa rreziku për përhapjen e flakëve është minimizuar ndjeshëm. Gjatë orëve të pasdites së djeshme, forcat ajrore realizuan ndërhyrje nga ajri, që ndihmoi në uljen e intensitetit të zjarrit dhe shmangjen e rrezikut për banesat. Operacioni u koordinuar nga Prefektura e Qarkut Shkodër dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile në bashkëpunim me forcat vendore të mbrojtjes civile dhe shërbimin nxjerrfikës në Bashkinë Shkodër. Ndërkohë, në terren vijojnë të jenë të angazhuara ekipet e repartit zjarrfikës, forcat operacionale pyjore dhe strukturat e armatosura, të cilat ndërhyjnë që në orët e para të mëngjesit. Situata po monitorohet nga afër dhe nga drejtori rajonal i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile për Veriun. Në ndihmë të operacionit janë angazhuar gjithashtu administratori i njësisë Postrib, kryeplaku i zonës dhe forca të shumta vullnetare, të cilët vijojnë punën pa ndërprerje deri në shuarin e plot të flakëve. Autoritetet kanë theksuar se reagimi i shpejtë për mbrojtjen e jetës, pronës dhe mjedisit është vetmja mënyrë parandaluese.